momenti. Në këtë pjesë të parë të momentit, ne do të diskutojmë një temë mjaft e rëndësishme, sepse do të flasim për shkencën, do të flasim për teknologjinë, do të flasim për edukimin e mirëfillt që në vendin tonë me sa duket ka gjithmonë shpresë, çdo ditë më shumë bëhet më mirë, dhe kjo e dëshmon edhe konferenca shkencore ndërkombëtare vjetore e Universitetit Kadri Zeka, teknologjia, shkenca dhe arsimi, rrugë drejt një shoqërie inteligjente. Kështu është mbajtur kjo konferencë disa ditore me këtë titull ku fokus ka pasur pra gjithmonë synimin për të përmirësuar, sepse kjo konferenca vije e bëhet më shpesh, sepse po vije të bëhet tradicionale, tashmë është edicioni i 4. Për të diskutuar gjithashtu për këtë temë, sot kam të ftuar profesor doktor zotri Xhevdet Thaçi, është dekan nga Fakulteti i Shkencave Aplikative në Universitetin Kadri Zeka dhe Matthew Coates nga EU STEM Coalition. Përshëndetje, mirë se vini në moment. Mirë se vini. Faleminderit shumë që jeni sot pjesë e pasdites sonë. Faleminderit edhe për juve që na dhat mundësi që vlerat e konferencës dhe rezultatet, puna që po bëhet në universitetin, ke mundësi ta ndajmë edhe me shikues të juve. Po, faleminderit shumë. Duhet të ndalim pak tek suksesi disa ditor juaj, të cilën e keni shënuar tashmë dhe sot ka qenë dita e fundit, pra dita përmbyllëse e konferencës. Po, konferenca ka filluar me DigiDay konferencë, mandej për shkak të Covidit kemi pas ndërprerje dhe nga viti 2022 kemi shndërruar konferencën në nivel universiteti, pra si konferencë vjetore që bëhet çdo vjet në fund vitit akademik, domethënë 2 ditët e fundit majit apo 2 ditët e para të qershorit, varësisht nga vikendet ku vinë, dhe këtu çdo vjet pra bëhet në një sesion plenar në të cilën thirren referues shkencëtar, personalitetet e njohura nga fusha të caktuara. Mandej ndahet edhe vazhdon konferenca ditën e parë, edhe ditën e dytë me sesione paralele sipas 5-6 fusha. Tani kemi 6 fakultete dhe në fushat e matematikës, në fushat e shkencave kompjuterike, DigiDay, EduDay në fushën e arsimit, pra të edukimit e kështu me radhë. Dhe ditën e dytë vazhdohet edhe me grupet hulumtuese, sepse ne në Kosovë ndashtë pak e kuptojmë universitetin vetëm ligjërata, provime, seminare dhe kurrë tjetër, por realisht universiteti faktor kryesor i punës, i aktivitetit të universitetit është puna shkencore. Dhe ne kemi grupe hulumtuese, grupe kërkimore, të cilat fushat caktuar merren me ato dhe ato i shpalosëm në ditën e dytë, dhe në ditën e dytë mandej përcaktohet edhe tema, edhe hapat e ardhshëm, sugjerimet, vërejtjet për konferencën nga pjesëmarrësit, dhe sot i përfundum ato dhe tash erdhëm me ftesën ju falenderoj për këtë mundësi që na dhat që të shkëmbejmë. Mos harroj edhe një gjë. E veçantë e konferencës tonë në Gjilan, që është vjetore, pra është tradicionale ashtu që është edhe se ne kemi mendu që nga fillimi kemi vendos që të ndajmë çmimin e konferencës të quajtur Marin Barleti. Ky çmim i jepet personaliteteve të cilët janë jashtë universitetit tonë, që kanë të arritura shkencore, pra kushti i parë është të kenë rezultate shkencore, por të jenë edhe në një farë mënyrë kontribues të zhvillimit të universitetit tonë. Pra ne kemi shkencëtarë nëpër botë mjaft njohur, por neve atyre nuk mund t'i japim çmimin, sepse ndonjë kontribut drejt për drejt me universitetin se kanë dhënë. Por të gjithë deri tash kemi 4 laureat të çmimit Marin Barleti, dhe këtë mënyrë synojmë të zgjerojmë rrethin e miqve të universitetit tonë. Në që aspekt kanë kontribuar gjithë këta që kanë fituar këtë çmim? Të gjithë këta në forma ndryshme kanë kontribuar. Konkretisht tani profesori ish rektori i Universitetit Sarajevës, Rifat Shkrel. Rifat Shkrel, një prej kontributeve që ka dhënë për shkak situatave me shtetet e Bosnës dhe shtetet tonë, të Kosovës, që nuk na njohin, ne i dimë gjithë arsyet pse nuk na pranojnë. Universiteti i Sarajevës, duke qenë universitet shtetëror, ka lidhë marrëveshje me universitetet shtetërore tona. Pra që ka qenë mjaft vështirë të realizohet ajo, mandej të gjithë studentët tonë nga Kosova të studimeve master e doktoratës që shkojnë me studiu në Sarajev, i kanë njëjtin status me studentët e republikave tjera të ish Jugosllavisë, që janë mjaft disa privilegje të caktuara.
bashkëpunimi me disa projekte i kështu me radhë. Patjetër të ndërprej, por i kemi edhe disa pamje të cilat po na transmetojnë në këto momente, për të cilat ju ftoj të komentojnë së bashku. Këto janë pra momentet të ndarjes së çmimeve apo jo? Po, kjo është ish rektori Rifat Shkren. Kjo është partneri në Instituti për Shkencë dhe Teknologji, i cili përveç çmimit Marin Barleti ka shpreh dëshirën të ndajë edhe një mirënjohje, dhe ne kemi pranuar këtë me dashamirësi. Këto pra janë pamje nga konferenca e fundit. Po, këto janë pamje. Ky është musafiri i ftuari jon, Matthew, i cili ka prezentuar një prezantim të shkëlqyeshëm lidhur me zhvillimet e vlerat e STEM-it, po ashtu ka qenë i ftuar e kështu me radhë. Matthew, do të dëshiroja ta komentojmë pak edhe këtë pamje të cilën sapo e transmetuam dhe përfshirjen tënde në këtë konferencë. Yes, gladly. Like I think was already explained. Sikur se që u shpjegua, unë jam pjesë e diçkaja që quhet EU STEM Coalition, koalicioni STEM i BE-s, pra një koalicion i hisedarëve të arsimit STEM nga e tër Evropa, jo vetëm Bashkimi Evropian, por tër Evropa si fqinjësi, si kontinent. Jemi me fat që mund të themi se Kadri Zeka është një prej partnereve në këtë koalicion, përfaqësuesi primar për Kosovën aty, dhe si partner në këtë koalicion, ne kemi punuar në të kaluarën për të aplikuar për grante evropiane për zhvillim të arsimit STEM, të arsimit teknik në vend, në Kosovë pra, dhe kështu është zhvilluar marrëdhënia ndërmjet dy organizatave tona dhe bazuar në këtë marrëdhënie. Unë jam ftuar në këtë konferencë dhe ka qenë një nder i veçantë për mua që të marr pjesë aty dhe të kem nderin të flas. Më trego pak se si e prite Kosovën. Ka qenë kjo hera e parë që ishit në Kosovë, apo realisht involvimi juaj në këto konferenca është dukshëm më i gjatë se sa kaq? No, in fact, this wasn't my first time. I've been to Kosovo many times. Hera e parë për mua në Kosovën. Kam jetuar në fakt në Kosovë, kam jetuar dhe në Gjilan, kam punuar për Peace Corps, për trupat paqësore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe kam qëndruar këtu nga 2018 deri në 2020, gati 2 vite plota në Kosovë. Dhe pastaj jam kthyer mjaft shpesh që të vizitoj miq, por po ashtu edhe të vi sepse është një vend shumë i mirë për të vizituar dhe me bashkëshortën time vi shpesh këtu për pushime dhe me kënaqësi e them që kam qenë shumë herë më parë këtu. Do të ndalim pak të përshtypjet juaja për Kosovën edhe në aspektin shkencor. Ku po shkojmë ne si Kosovë? Sidomos kur e ngrejmë një paralele ndoshta të një shteti të ri, dukshëm pra se sa në krahasim me vendet e tjera të rajonit, por si kemi punët në këtë aspekt, pra në aspektin shkencor, edukativ, arsimor? There's a lot, I think, which we can learn from Kosovo. Ka shumë çka që mund të mësojmë nga Kosova në koalicionin ton, por dhe anasjelltas besoj që ka shumë gjëra që edhe Kosova mund të nxjerrë nga koalicioni dhe nga pjesëtarët e koalicionit. So, to give a specific example, për të dhënë një shembull specifik që do donim të merrnim me veten nga Kosova. Njerëzit në Kosovë, studentët nga Kosova, dhe këtë mund ta them me gojë të plotë sepse kam qenë mësimdhënës në Kosovë, janë shumë të gjindshëm, janë kreativ, dinë zgjidhin probleme. Do donim që këto shkallësi ta marrim dhe ta replikojmë, ta përçojmë atje edhe mënyrën se si punohet dhe mendohet këtu. Për ta dhënë një shembull të asaj vlere, është kjo pra, është kjo mendësi. Kam dëgjuar se ke filluar ta mësosh pak edhe gjuhën shqipe. Sa është e vërtet? Po, është e vërtet, po. Natyrisht. Jo shumë, por pak, por është e vërtet. Çka mund na tregosh diçka në gjuhën tonë? Unë pëlqen Kosovo shumë, edhe për mo gjuhën shqip është shumë e bukur, shumë interesant, sepse gjuhën shqip ka shumë historia, edhe po, unë pëlqen shumë. Të duket e vështirë? Oh, yes. Shumë e vështirë, po. Por it's worth it. Cila pjesë të duket më e vështirë? Shkrimi, gramatika, apo pjesat e foljurit?
Well, to get into it, I suppose, there's some things which I... Janë disa gjëra që janë më të vështira, po gramatika është më e vështirë me shqipen. There's lots of rules. Ka shumë rregulla, besoj që këtë e dini edhe ju vetë, është e veçantë në atë aspekt, ka shumë rregulla. Dhe vërtet duhet të mbahen përmend shumë rregulla nëse dëshirojnë të flisni gjuhën bukur. Por ajo që më pëlqen për shqipen është se ndonë se ekzistojnë gjitha këto rregulla, megjithatë është një gjuhë që t'i jep mundësinë që të jesh shumë ekspresiv. Dhe më pëlqen shumë që ta flas. Për fat të keq që kam harruar tani me një pjesë të madhe të shqipës, por ka qenë knaqësi që të ushtroj prapë kur sarë që këthejem këtu në Kosovë. Nëse bërë me uki që është interesante kontakti jonë i parë, me t'ju si menageri STEM Coalition, EU STEM Coalition, ka organizu ansamblen në Dubrovnik, një takim me vendet e Balkanit, në njërë që edhe në Balkan të promovohet STEM-i. Dhe unë marrë pranoj një e-mail që me prezentu atje, dhe ne marëm mjaftë dhe vazhdimisht ngarkume, unë se hapin nuk i kthej kur gjo, edhe përsëri marrë dhe një e-mail, atërë thëmë, diçka këto ka, edhe i thëmë, nuk kemi kohë, s'kam mundësi financiare me arë, edhe, për të mendoshmi Dubrovnik, ishte organizoj, edhe kohë s'kishëm. Përsëri, kur i shkrujmë kështë, këtë thotë, ne i mbulojmë gjitha argjimet edhe akomodimin vetëm e atë. Dhe kur shkojnë në Dubrovnik, takuam, thotë, shumë, jam i knaqëm, jam i lumëtën që ke ardhen këto. Thash, pse, atë qka është ta, unë dhe e njofta Kosovën. Prej atë vërtet një farë përgjithësie edhe një obligim më i madh që sa ma shumë të bashkëpunojnë. Dhe rezultati këtij bashkëpunimi është një projekt, një ndër projektet më të mëdha që ka duket në gjithë Kosovën. Është një shumë rreth 3 milion euro. Lidhur emrin e ka STEM Europë, është emri i projektit, në të cilën do të promovon formimin e qendrave të ekselencës në Gjilan. Do të formojmë kuadër të UKZ-s, dhe do të promovojmë STEM-in. Do të zgjatë 4 vjetë, ku bashkë kjo është si rezultati parë i punës për bashkët tonë. UKZ është njëri prej antarëve të partnerëve të plot në këtë projekt, ku janë vendet nga Gjermania, Suedia, Holanda, Italia dhe Turqia. Pra dhe Kosova me Gjilanin. Një projekt tjetër po ashtu e kemi përgatitën, e kemi apliku në Bashkimin Evropian, besoj që gjatë muajit korrekt do të kemi rezultate pozitive. Po ashtu, puna ka vazhdu edhe me të tjerat, pikrisht sot, para se marrë këtu, ne patëm një takim online me një konzorcium të universiteteve shumë të njohura, si që është Sapienza në Roma, mandej në Poloni, Universiteti Autonomi Madridit, në Spanje, kështu me radhë, lidhur me një projekt të ri që do të bashkëpunojmë edhe me një partner tonin të universitetit, Instituti për Shkencë dhe Teknologji, me gjitha gjasat, dhe të jetë bashkë partner me industri. Kështu që me të vërtet ne jemi shumë të lumtur dhe sigurisht Gjilanasit janë mikë pretë, se kemi bo përshtypje me t'ju dhe me t'ju shtire ka mundap i Gjilanit. Pra ka gjithë vetëm e Gjilan, me që dhe pas ka jetuar aty, një kohë të konsideruar. Unë nuk e kom ditë. Na vje shumë mirë që i akomoduar dhe të kanë tritur mirë kosovarët në përgjithësi, jo vetëm në Gjilan, gjithë Kosovën. Some of the best, yes. Prej më të mirëve, absolutisht. Very hospitable, very friendly. Jarën është mikpritës, miqësor, është gjithmonë kënaqësi të vinë Kosovë. Dua të ndalim pak edhe të planit të së ardhmes, sepse zotëri tha që ju vetë se i shpalosët disa nga ato ambicjet kryesore, madje edhe që po tregoni se një partner serioz, sepse duke qenë kaq të aftë që të përfitoni fonde me këtë shumë, duket sikur e ardhmja është premtuese, apo jo? Po sigurisht, ne kemi borxhe dhe obligim që të punojmë punën tonë dhe të kontribuojmë për rinin, për arsye se kemi një rini të shkëlqyeshme. Unë them çdo herë që studentët, po edhe nxënësat, po studentët e Kosovës janë më të mirë në Evropë, kështu. Tjetër sen është që ne nuk mundemi për shkaqe të ndryshme me ju ofru ndoshta kushte dhe mundësitë që ju ofron vende tjera.
Po, ne ishim në Hagë para një kohë shumë shkurt, kur fillum realizimin e projektit STEM Europë, atë mbajtëm kick-off meeting dhe aty u shpalos strategjia e Bashkimit Evropian për STEM Europë, për zhvillimin e STEM Education, dhe aty ne do t'jemi pjesë e implementimit të asaj strategjie, apo? Dhe në kuadrë të asaj strategjie, ne kemi mjaft argumente, po ato do t'i shpalosëm gjatë realizimit të projektit. Nuk është STEM-in do t'a kuptojmë jo vetëm si 4 fusha, shkencë, teknologji, inxhinjeri dhe matematika, por qasja është që matematika të spjegohet jo vetëm si kalkulim apo logaritje apo rezonim apo logjik abstrakte, por si zgjidhje e problemeve reale, konkrete. Nga se e tillë është. Pra nuk mësohet matematika veç që do me mësu matematikë. Apo një problem që hasëm në inxhinjeri, neve duhet të gjejmë formulat për interpretimin matematik, dhe mandej zgjidhja është më saktë dhe më efektshme në inxhinjeri, apo në teknologji, apo çdo kënd tjetër. Pra, kur qasja STEM, duke integru interpretimet të ndryshme dhe përdorimin si instrument njëra tjetrës, për shembull për zgjidhjen e një problemi në inxhinjeri, përdoret instrument matematika në mënyrë që të vihet me anë të rregullave të formulave atje të gjendet zgjidhja më optimale, apo kur dojmë bo matematik, neve lidhemi nga një problem konkret dhe atëre edhe studenti, edhe personi motivohet nga se di se pse po bën matematikë, jo vetëm në mënyrë abstrakte. Dhe në këtë mënyrë, sidomos në arsim, prandaj është STEM Education, sidomos në arsim kemi një rënje të interesimit të njerëzve për studiu matematik, për arsye se është një përkushtim i vërtet, serioz, intelektual, i studentëve, dhe nëse nesër nuk do të ketë, është pak e vështirë, apo, nëse lodhjet edhe devijon në fusha tjera, pa e nënshmu fusha tjera, janë të nevojshme, këto është nevoj, jo dëshirë, është nevoj për zhvillim gjithë mbashëm. Matthew, po shkojmë drejt minutave të fundit të emisionit. Kemi diçka për fund për të në dhe nga ana juaj? I'd be glad to, yes. Me kënaqësi, patjetër. Kosovo is a very special country. Kosova është një vend i posaçëm për mua dhe besoj që sipas çdo standardi është vend i veçantë. Dhe prandaj është një nder i vërtet të kthehem të vazhdoj të punoj këtu, prandaj do doja të falenderoja Universitetin Kadri Zeka, profesor Gjevdetin dhe tërë Kosovën për mikpritjen që ma bën mua. E cilësoni të suksesshëm këtë edicion të 4 të kësaj konference? Yes, certainly. Yes. Absolutisht. Yes, I think this conference addressed some very important issues for the region, janë trajtuar disa çështje shumë të rëndësishme si për rajonin, por edhe për arsimin STEM si tërësi, që besoj që është ideale për konferenca që kanë synim një audiencë rajonale, paraqesin një perspektivë të jashtme duke mbajtur relevancën e brendshme. Isha shumë i kënaqur me të. Zotri Thaçi, diçka për fund? Po, ne kemi shumë për të folur, mësume edhe me ligjëratët të mbajtën, neve nuk ndalemi asnjëherë me fol. Faleminderit për mundësinë që na keni dhënë, sidomos edhe për publikun, për pak lajme të mira me ndëgju në këtë ambient që jo ndonjëherë nuk është shumë i freskum me lajme të mira, ne kemi vlera, dhe një prej dëshmive të mirësjelljes dhe përkushtimit ton për punë, për sukses, për vlera të përgjithshme universale, nga se universitetet e kanë këtë detyrë të kultivojnë vlera universale, është një dëshmi që Matthew ndihet shumë mirë edhe krenar që bashkëpunon me neve dhe vërtet na ka hap një dritare të mirë dhe kjo do të ketë sa do pak do të kontribuon në zhvillimin edhe të arsimit lartë, edhe të industrisë, edhe të arsimit të përgjithësi. Faleminderit shumë që me kontributin tuaj realisht këto projekte shtyhen përpara. Ishte shumë kënaqësi t'ju kisha sot në moment. Shumë faleminderit, ishte kënaqësia jone. Thank you very much.